Festivali folklorik tipologjik i Valles Burimore u mbajt në Lushnjë për 2 net, më 23 dhe 24 qershor. Mbështetur nga Ministria e Kulturës, Qendra Kombëtare për Veprimtari Tradicionale dhe Bashkia e Lushnjë. 16 grupe folklorike nga treva të ndryshme shqiptare konkuruan në festival me valle dhe këngë të zonave të tyre, duke përcjell traditën dhe folklorin e pasur që është trashëguar brez pas brezi. Trupa e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore ishte e ftuara speciale që përshëndeti festivalin me interpretimin e jashtëzakonshëm të saj. Juria profesioniste e përbër nga kryetari Wesley Alushi, koreograf dhe 2 antarët Liman Maloku, kompozitor dhe Leonard Syziu, koreograf, shpërndan 10 çmime. Çmimi i juris shkon për grupin e Qendrës Kulturore Dardania Tropoj. Çmimi i karrierës dhe shkon për grupin e valleve të Bashkisë Prenjas. Kalojmë te një çmim që shumë i bukur, që emërtohet çmimi kostumi me origjinal dhe shkon për grupin e valleve të Bashkisë Kurbin. Çmimi koreografia me origjinale shkon për një grup i cili ka interpretuar dje dhe është grupi i valleve të Bashkisë Lezhë. Të jap çmimin valltarja më e mirë që vjen për Sibora Qëndraj, ansambli Krau i Shqiponjës Tajp Madani Vlorë. E dashur kryetare, dua që të japësh çmimin valltari më i mirë, i cili shkon për shpresart me Mia në Tropoj. Shpresartin e kemi në sken me 2 çmime tashmë. Është emocioni i dhënjes së çmimit të fundit për këtë edicion të 13, i cili besoj se ishte një eksperiencë shumë e këndshme për të gjithë. Tani unë doja ta dëgjoja edhe njëra të daullen e grupit të valleve të ansamblit Peter Bogdanit të Asit. Besoj që jemi bazuar kritereve për të vlerësuar atë që përmban festivali konkretisht. Një nga vërejtjet e mia, sepse jo gjithmonë mund të themi fjalë të mira dhe pozitive, një nga vërejtjet e mia është rëndësia dhe kujdesi që duhet kemi kur dalim në skenë dhe ruajtja e kostumit tradicional dhe sidomos ka pasur nga ato grupe për mos t'i specifikuar këtu me mungesë të elementeve të veshjeve tek këmbët. Kjo ka çuar ndoshta në penalizim të pikëzimit. Ky festival ka sjell element shumë origjinal, duke risjell edhe një herë në vëmendje rëndësinë e ruajtjes së Valles Burimore. Sigurisht të vlerësosh një folklor nuk mundesh ta vlerësosh më i mirë apo më i keq, është krijimtaria e popullit edhe ne jemi të detyruar vetëm ta vlerësojmë dhe jo ta kritikojmë, por trashëgimin, ruajtjen e aspekteve karakteriale dhe trashëgimisë, sidomos tek brezat, ne jemi munduar nëpërmjet këtyre çmimeve të jemi sa më të drejtë edhe të jemi sa më mbështetës, duke u munduar që mos t'i hymë në hak asnjë grupi. Festivali folklorik tipologjik i Valles Burimore erdhi me edicionin e tij të 13 në Lushnjë.